Dashi. Për sa ju përket çështjeve të zemrës, priten emocione pa fund gjatë kësaj dite. Do ndiheni të lumtur në krahët e partnerit tuaj dhe nuk do dëshironi të shkputeni për asnjë çast prej tij. Beqaret do kenë mundësi të mira për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Të ardhurat do jenë edhe më të mira se disa ditë më parë, prandaj mund të shpenzoni pa frikë. Demi. Do i kushtoni më tepër kohë se kur partnerit sot dhe çastet intime do jenë më elektrizuese. Do mundoheni t'ia bëni qefin atij për çdo gjë. Beqaret do jenë mjaft kaprikoze dhe nuk do pranojnë të dalin me cilindo që do i josh. Financat do mbrohen gjithkohës nga yjet. Disa prej tyre do ju nxitin të bëni ekonomi duke hequr disa para mënjan. Binjakët. Do mahniteni nga surprizat e partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Kjo do ju bëj të ridashuroni atë më shumë se kur më parë. Beqaret do pëlqejnë persona misterioze, por që në realitet janë gur të çmuar që nuk duhen lënë të ikin. Në përgjithësi financat do jenë të stabilizuara, gjithsesi do bënit mirë të mos kryenit investime maramendëse apo të jepni para hua. Gaforja. Ditë shumë e zakonshme dhe pa asnjë të veçantë, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Merrini gjërat si t'ju vinë. Beqaret nga ana tjetër do kenë një ditë plot surpriza dhe do takohen me persona të shumë. Në planin financiar nuk duhet të luani sepse do digjeni keq dhe do mbeteni pa para. Luani. Ka rrezik që lidhja juaj të kalojë një krizë gjatë kësaj dite. Nuk do kuptoheni as pak mirë me atë që keni në krah dhe nga inati mund të bëni gjëra që as vetë nuk i kishit parashikuar. Beqaret nuk do jenë me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Dielli dhe Merkuri do favorizojnë financat. Do ketë përmirësime të ndjeshme të situatës, prandaj mund të kryeni të gjitha shpenzimet e dëshiruara. Virgjëresha. Do e ulni shumë partnerin tuaj në disa raste dhe kjo do e lëndoj pa mas atë. Nëse nuk e doni më si më parë, më mirë të flisni hapur me të dhe të mos mbani një lidhje vetëm për të dukur. Beqaret do kenë takime, por nuk do guxojnë të hedhin asnjë hap. Financat do kenë tronditje her pas here. Kujdes. Peshorja. Ditë shumë e paqëndrueshme, kjo e sotmja për çiftet. Herë do dashuroheni e herë do keni debate me partnerin. Kujdes sepse në këtë mënyrë nuk do jeni kurrë të lumtur. Beqaret nuk do kenë dëshirë ta sakrifikojnë lirinë për një lidhje. Në planin financiar do shkojë gjithçka mirë. Do e dini mirë sa të shpenzoni dhe sa të hiqni mënjan. Akrepi. Ditë jo problematike, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do kaloni momente të këndshme pranë atij që dashuroni dhe nuk do ju tërheqin aventurat me persona të tjerë. Edhe beqareve do ju konkretizohen më në fund disa ëndra. Financat do jenë të mira, por shumë shpejt mund të kenë edhe më tepër përmirësime fal projekteve që do filloni. Shigjetari. Do i shprehni natyrshëm ndjenjat gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin do jetë më e mirë. Ata që kanë pasur vështirësi dhe debate do i ndreqin me maturi. Beqaret nuk do jenë në humor për takime. Financat do jenë të qëndrueshme. Mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim të vogël për gjërat e domosdoshme. Bricjapi. Do e ndryshoni rrënjësisht jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do i shtoni dozat e imagjinatës dhe do gjeni mënyra të reja si ta riktheni pasionin. Beqaret do takojnë persona interesante me të cilët ia vlen të fillojnë një lidhje. Merkuri do sjell fat në planin financiar. Do jeni shumë të qartë se sa duhet të shpenzoni dhe sa të hiqni mënjan. Ujori. Ditë goxha e turbullt, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do shkojë si e kishit menduar, prandaj bëni kujdes. Beqaret, edhe pse do kërkojnë princin e kaltër, nuk do e gjejnë dot. Financat do jenë të mira. Filloni të hiqni disa para mënjan sepse më vonë do keni nevojë për to. Peshqit. Edhe pse do mundoheni të imase, nuk do arrini të ruani një klim harmonike në çift sot. Partneri do jetë i zënë me punë dhe nuk do ju kushtojë vëmendjen që kërkoni. Beqaret do kenë vetëm dashuri platonike. Financat do jenë goxha të stabilizuara, mbase për disa mund të ketë edhe ndonjë përmirësim të vogël.